Plehra, ere rënd dhe rrezik nga përhapja e sëmundjeve. Kryeqyteti po mbytet në mbeturina. Televizioni Alsat bëri xhiro në disa komuna të Shkupit dhe pam se pothuajse të gjitha po mbyten në Plehra. Por më alarmante është gjendja në zonat urbane, me një numër më të madh banorësh. Një pjesë e qytetarëve thonë se janë vetë organizuar për të pastruar lagjet e tyre, ndërsa të tjerët shtojnë se situata është alarmante dhe se ky kaos ekologjik ka filluar me nisjen e zgjedhjeve lokale. Ova od почнава нещо изборите, я не знам що стане. Дали не сака сите тие кои се надлежни за ова да го чистат. И него не чистат, еве, погледайте што е. Ова е срамота да даска. Не знам што да каже човек. No. Зар има потреба да се коментира? Има очигледно некои несогласувања таму заради тоа што ова е тотална дезорганизација, не знам друго што да кажам. Ептен. Около не контейнерите, него после контейнери уште три. Ndërkohë që institucionet kompetente ja hedhin përgjegjësi njëra tjetrës, qytetarët friksohen se nëse nuk merren masa urgjente për pastrim dhe deratizim, Shkupi mund të përballet me kërcënim epidemiologjik. Проблемите со мини диви депониите во Скопје ги има речиси една година. Меѓутоа, овој еколошки хаос последните 10 дена станува алармантен. Qeveria 2 ditë më parë urdhëroi MPB-n në bashkëpunim me Inspektoratin Komunal Shtetëror, Inspektoratin Shtetëror për Mjedisin, Inspektoratin Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor dhe Institutin e Shëndetit Publik të fillojnë menjëherë kontroll të jashtëzakonshëm dhe të koordinuar inspektues në territorin e qytetit të Shkupit. Qëllimi është vlerësimi i gjendjes së mbeturinave komunale dhe të tjera dhe marrja e masave të nevojshme.